7 nëntor 2025. Jemi në ditën e Venusit. Kryefjala e kësaj dite do të jetë xhelozia. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Venusi, drejtuesi i ditës, kaloi një ditë përpara tek shenja e Akrepit. Kjo është edhe arsyeja që të gjitha emocionet tona janë shumë të zmadhuara. Kemi nevojë vërtet shumë të madhe për të ndjerë të vlerësuar dhe kjo mund të shprehë në një farë obsesioni ndaj objekteve, po ashtu dhe ndaj personave. Kjo është arsyeja të cilës mund të lindë edhe xhelozia. Për fat të keq, kjo mund të shprehet edhe në formën e dhunës dhe në shtimin e agresionit. Detyrimisht duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm. Gjithë ditës hëna do të jetë në udhëtimin e saj tek shenja e binjakëve. Kjo jep një rëndësi vërtet shumë të madhe komunikimit, i cili mund të bëhet edhe një element shumë i rëndësishëm, mund ta përdorim në favorin tonë. Prandaj dhe të përzgjedhim mirë fjalët që themi. Kjo është vetëm mënyrë që mund ta përdorim për të tekëruar problemet e shkaktuara në marrëdhëniet tona. Është një ditë e cila është e hapur edhe ndaj manipulimeve, mashtrimeve dhe duke qenë se vazhdojmë që të kemi edhe probleme me teknologjinë, po ashtu edhe sulmet kibernike mund të vazhdojnë edhe gjatë ditës sotme, këshillat vazhdojnë që të jenë të njëjta. Duhet të jemi më të ndërgjegjshëm ndaj çdo gjëje që vjen nga interneti. Pra duhet të mbrojmë dokumentat tona virtuale, që qëndrojmë larg edhe mesazheve, telefonatave nga burimet të panjohura. Duke qenë se Mërkuri është zgadalsuar në mënyrë të dukshme, kemi filluar që të ndjejmë edhe problemet që shkakton ai, si me automjetet, telefonat, rrjetet e komunikimit, po ashtu edhe me rrjetet sociale. Në këto pika do të këshilloj që të kemi pak më tepër durim, t'i përdorim me kujdes, qoftë se dim që kemi një problem tek mjetet tona, do të këshilloja që t'i rregullonim. Përveç kësaj, mos harrojmë që kjo është thjesht një periudhë kalimtare. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.